Lavdi! Në 37 vjetorin e demonstratës, 3 dëshmorët Xhemshid Gjylbehar e Hajrim Badallaj janë përkujtuar nga familjarët e tyre, banorë të zhurit dhe përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta në Prizren, duke nisur me omazhe para lapidarit të dëshmorëve me pas edhe në varrezat ku të rënët prehen të qetë. Edhe këtë përvjetor mes emocionesh dhe piklimi është nëna Selvia, që nuk e lejnë të nxjerrë shumë fjalë për të kujtuar të birin e saj Hajrimin, i cili kishte vetëm 13 vjet kur ndroi jetë si pasojë plagëve të marra nga plumbat e policisë serboslave para 37 vitesh. Fe kujtoj, po kur ju shoh juve çka po na kujtoni, po them s'po mërzitni. Duhet më konë krenar. Faleminderit shumë për këtë ditë çka po kujtoni ju. Pjesëmarrësi i demonstratave dhe familjari i dëshmorëve Aslan Badallaj ka folur gjithashtu për plot me emocione rreth ngjarjes së para 37 viteve, ku mbeten të vrarë 3 të rinj e shumë të plagosur në fshatin Zhur. Me universitetin e vitit 89, nxënësit nuk u lejuan të shkojnë në shkollë. Pastaj nxënësit dhe rinia e fshatit u tubu në qendrën e Zhurit dhe filluan të protestojnë kundër moslerimit të shkollës, moslerimit të lirisë dhe gjëra tjera që ishin të bura gjatë okupimit jugosllav. Në atë rast, tubimi i parë, protesta e parë, u sollën nëpër Zhur, nxënësat dhe qytetarët e Zhurit, kurse të dytën, ku kam rrinë të shtëpia shefi Kramës, kanë ardhur njësiti special i policisë dhe ushtrisë jugoslave me një autobus, dhe kordoni polis nga autobusi kanë dalë mbrapa, kanë bërë kordon 2 persona dhe kanë filluar të gjujnë pa kurrë paralajmërimi në protestues. Në këtë rast u plagos rond Xhemshiti, Gjylbehari dhe Hajrimi. Pa ata policia dhe ushtria pa të përdorur pluma dum, që njerë krishin gjatë fluturimit prapë ku goditkin trumë ose në trup, krishin edhe njerë. Dhe nga plagët e marra Gjylbehar Badallaj ka vdekë në vend, Xhemshiti i kemi qenë në spital në Prishtinë, u bë operacion kokë dhe Hajrimi. Xhemshiti ka vdekë 2 ditë për mbrapa, kurse Hajrimi edhe 11 ditë ka shënuar zemra të vogël. Pristina heute Nachmittag. Noch sieht das Ganze hier aus wie ein Kleinkrieg. Alus Shala në emër të shoqatave të dalë nga lufta në Prizren, vlerësoi rëndësinë që kishte kjo demonstrat në Zhur, kur ranë për të mos vdekur kur 3 dëshmorë si dhe pati shumë të plagosur. Na kujton një ngjarje të rëndësishme për kohën që kemi kaluar. Sot, në fshatin e Remzia Demit, njërin ndër udhëheqësit kryesor të ushtrisë lirimtare të Kosovës në zonën operative të Pashtrikut, ndjehem krenar për veprat e tyre. Ndjehem krenar edhe për tërë fshatin, sepse fshati i Zhur ka mbajtur mbi supe një pjesë të historisë për shlirimin e Kosovës. Ndar ata njerëz që kanë kaluar përmes këtij fshatit dhe përmes banorëve të fshatit, jam unë, Sefa, e plot shumë shok tjerë që sot janë edhe dëshmorë. Ndryshe për post të vrarëve dhe të plagosurve, në këtë demonstrat gjithë popullore në Zhur, kishte edhe të arrestuar të shumë të cilët vuajtën dënimin e burgimit të rënd në kazamatet serboslave.